بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. Allah e ka bërë namazin e këndis. Qëllimi i dytë, në rand të dytë është zgjatja e dorës mes të dy familjeve, pajtimi mes të dy familjeve që kanë qenë nga presë. Lusim Zotin Gjellëshanu e Gjellë që për njetin e tyre dhe qëllimin e tyre Allah i të shpërblen, t'i pagun me të mirat e ti në dunja dhe në ahiret inshallah. Nësa, tani ja kalon fjalën kryetarë Bashkisë Islame, Dr. Sulejman Efendi Osmani, për një fjalë rast. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Më nëseri të këpjetje edhe më ka treguar për një punë të hajrit edhe shumë të madhe që dy familje kanë vendosur me vonë. Edhe vëllai dhe bilal një mësua shumë. Një mësua shumë se është një punë që Allah Gjellëshanu e dënë shumë edhe ka lëfruar shumë. Edhe e kumënia vetën shumë mirë që në mesin tonë ka burra, ka besimtar që falë. Para kësaj du m'ja thonë një ajet Kur'anit, me të cilën Zoti Gjellëshanu i ka dalluar disa kategori njerëzve. Janë do punë për cilat Zoti Gjellëshanu shpërblen edhe ka një mas shpërblim. Po janë do punë për cilat Zoti Gjellëshanu nuk ka mas shpërblimi edhe shpërblen pa kufit. Ka thënë Allah në Kur'an, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ata që bëjnë sabër, Allah Gjellëshanu ka më jequar sevap pa kufit. Kjo pa kufit i bjen që Zoti Gjellëshanu nuk ka më njeh sevapet që atyre që falin. Nuk jam një, më thënë një që në një mija sa, po Allah Gjellëshanu e din qësh i kompenzon edhe qësh i plotson edhe sa shpërblen edhe sa jep çmimin e tij. Që kemi janë. Dhe më thënë për sabër Zoti shpërblen pa mos. Është një kategori tjetër të punëve që Allah Gjellëshanu ka thënë Kur'an, "Faman a'fa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Ka thënë çaj që fal edhe bën pajtim sevapin e ka te Allah. Veçish. Në ka të herë thojmi për të bënë në punë, thojmi kjo e punë në këshërëmuar. Bëma që të punë në këshërëmuar. Fole që të bëne që të nërë këshërëmuar. Allah Gjellëshanu të thotë, "Faman a'fa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Qaj që falë, edhe bën pajtim, sevapi tina është e Allah Gjellëshanu. Kjo i bjen që qaj Zot që ka dhënë jetë, edhe ka dhënë shpirt, edhe qaj Zot që shpërblen, edhe pagun, qaj Zot që farmi për ta, bojmë Ramazan, edhe farmi namaz, edhe munohë më bëhë të hajt, edhe kujdeshti më bëhë Allah, më nërgu për haram. Qaj Zot Gjellëshanu më thëtë, qaj që farë, aj që farë, edhe bën pajtim, fa ajruhu shpërblimi tina është e Allah. Sa është shpërblimi? Lekët punë Allahit. Lekët punë Allahit. Allah Gjellëshanu e din që shtë pagun, Allah e din që të kther, Allah e din të arun hajën e faljes, pse Zoti Gjellëshanu është fals edhe e dën falje. Allah e falë, Allah e qysh falë? Po i falë bre njerëzit e shajnë, e jep e vletë. Flasin kesh për ta, e jep të mira. E akuzojnë, e jep matë. Bojnë qëka nuk bojnë qëka të rime në tokë, Allah Gjellëshanu i falë. Dhe më thënë, Allah e është fals edhe e dën falje. E aj që falë, është rahmetin e Allahit Gjellëshanu. Andaj, vëllaj dhe bilaj që falë është i madhë. Aj që falë është i madhë në dunja, e është i madhë në heret, është ma natë Allahit Gjellëshanu, është ma afërtina me punë të hajrit, me një punë që Zoti Gjellëshanu e ka bëtë veçanë, edhe nuk mundet gjithë kush më falë. Falë aj që është i madhë, aj që ka shpirë të madhë, aj që ka zemrë të madhe, aj që ka drojë prej Allahit Gjellëshanu.
Due në këtë rast në mos me zgjatë ma tepër, du me u të reguar një ndëdhi frikë ka ndodhë, është një hoqë i madh i Saudis, në Abdullah el-Muttalib. Nuk i di motive për qysh, i ka 5-6 muaj në ashta hoqë i madh është i Saudis, më mujtë me njohë që të kanalit e Saudis, shpesh kanë të ndvajtë. Dhe më thonë, një dunja e njohë edhe e ngërë një gjeratat e tina. Se që shka ndodhë nuk e di, ja ka vratë dikush një djarë në Saudi, tash para 5-6 muaj, më të më nuk i ka, unë e vete ku përqilën për mes mjetëve të informimit. Ky i ka dikun e 60 vjetar ma tepër. Që shukon, una nuk e di, ja ka vratë një djarë në rrugë, në pazar, nuk e di qka dhe qysh. Edhe krejt i kanë pas sytë qka dhe të ndodhë, thash. Qka dhe të bëhat. Për shka? E po më desh me dënu i ka pas autoritet për shtetë. Edhe ka pas mundësi, ka pas të të nëndorë. E tash ka arë dakiki atë të ka të të vetën. Pasha Allahin halaj pa ja quë për ka. Familja. Pa hi dikush më ndërmjetësuë. Ju ka quë selat, aty me dëmtumve, ju ka thonë, e falë për i zetë Zotit. Ka thonë, këtë nga të rejës tërën, këtë gjakë tërën, ka thonë, e falë për i zetë Allahit. Të të një nërë dhe ka kështu. I ka thonë, për hoqë, pse bane ka shpejt, ka thonë, vëllah e vishë deshta mos me prish jetin të. Edhe, thotë, Allah e ka thonë, fëmën a'fa vë aslaha fa ajruhu ala Allahi. Qaj që falë, edhe bërë pajtim, dhe më thonë, më falë, jënë 2 punktu, më falë edhe më bë pajtim. Jo vesh me falë, po më falë edhe më bë pajtimi, dhe më thonë, me shnor zemë, me ratu e shpirtin kretë, po thonë qka pjede që shke, me hjek nëshkën për zemës. E thotë vëllahi, kur më kujtuat dhe të kjo jeti Kur'anit, deshta me thonë, nuk këm gjithë të dishka matë madhe, ditën e kiametit, se kam nevoj për ditën e Allahit. E ditën e kiametit, kur t'i shakon gjesat e mija, ma i këmës që Allah me rahmetin e tina ka më thonë që kuj kje se vapët e unë e pëtar për qëtë dhe pëtar moshit për që të e fare për i zetë Zotit e Bori Allah. Pa që i faqin e parë në dënjame dhe në ahiret, Allah e kofë razi me juve pa thëmë të dy partë. Allah e kofë razi me juve ja u këthesht mirat e tina në ahiret, edhe ju shpërbleft në gjennet, edhe ju pagoft me shpërblimet e tina të cilat nuk përfundojnë. Vëllahi nuk keni se vape me mush zbrëstinat e punëve që i kemi lanë në dynja më dërë të Allahit të një kapitet nuk keni. E nuk keni, ja kompenzat Zotit Gjellëshanë në hunditit e gjykimit. Pasha Allah keni bo një punë shumë të madhe, qka jo dërë Allahi. E keni bo vetëm për i zetë Zotit, Allah jo dasht, Allah jo shmoft punë me juve, jo gritë se vapin e juve, ju dasht për dynja edhe për ahiret.
Sunt pjesë parë, palibës të faktë se po të familja më barëniti nga koke, po të më falenderu familjes tjetër. Në emër të familjes Beqiri, falenderojmë familjen Shabak, që gjetën forcën, durimin, arsye, trimërimin, problemin, dhe në falë gjabën ju e kështu. Në falë permosion. Ju falenderojmë pa mos, sepse që nga ditë e tragjike, e deri në sot, nga trajtuat familjen Beqiri, si është mësimiri. Duke në kumpes, duke në avjuar të këndojmë të allojmë. Në këto ditë vështira. E kësot gjeste dojnë vetëm burrat, trimat që kanë frikë Zotin, kanë dashuri problemë. E lusëm Zotin që kjo rast tragjik të jetë i fundit, në rastën e shqiptarë, ju falenderoj dhe kemi respektin për jetëshën të familjes Beqiri. Ju falenderoj për këtë gjest, human dhe fisnit, sepse shpërblimin të ta dhe e të pakuj vetëm Zotin Marishë. Familja Beqiri falenderon në gjithë ndërmjetësuesit, që pa pritesë ditë dhe natë pas një shpërblim ndërmjetësuar. Ndërmjetësuar kontribuan që zanavijet kjo paqë mes dy këtyre familje. Ju falenderoj dhe njerë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladhi ursila rahmatan lil alamin. Gjematin nderuar, pishpari i drejtuar në Gjatit, dhe familjes së Gjatit, edhe gjithë njëve që jemi bazu në Islam, e kemi folë këtë gjak, jemi bazu në hadisin e pejgamberit alayhis salam, që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë, la takunu imma'atan, muslimani pa mend. Çfarë do pa mend? Ti punu mend që të thoni ju. In ahsani nas wa ahsanna, nëse njerëzit po e mirë o po e mirë, wa in yasau zalemna, po nëse ata po e keq na po e ashtu. Kjo është pa mend. Walakin فتنوا أنفسكم por rashoni zemrën e juaj, in ahsani nasu, nëse njerëzit po e mirë, e tuhsinu ju me pa mirë. O in yasau alla tadlimu, po nëse ata po e keq, ju mos me pozulon. E kjo kemi e tjeqe, kemi të kjerë, po alhamdulillah që më fund me mirë, edhe Zotë kjo të razinin këtë të birë, edhe ishma gjithmonë të me kënë harmoni, edhe gjithmonë të me kënë hadith në ati jetin e pejgamberit alayhis salam, innama al-mu'minuna ikhwah. Pa dyshim, gjithë muslimat kanë vëllezër. Ju përshëndes me të mira, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.